Kërkohet maksimumi, kërkohen 3 pikët për të arritur objektivat. Elbasani e Vllaznia përplaqësen sot në javën e 35 biznes superiore. Dhe unë ju përshëndes miq me këto pamje të drejt për drejta nga Elbasan Arena në përballjen interesante, në përballjen ku do të kërkohet maksimumi me Elbasanin që kërkon zonën Final Four dhe Vllaznin që kërkon 2 vendet e para për të pozicionuar sa më mirë në fundin e garës në prag të Final Fourit. Të dyja skuadrat vinë pas një jave mjaft mirë. Ky është formacioni i Elbasanit. Totoqo Elberkis Lulaj, Tros Lukili, Cage, Kasa Ibrahim, Qose Doku e Lila për Ivan, Gvozdenovic, Qaqigava, Gega Lajfia, Sufali Gomez, Hakajalla, Ibrahim e Gjoni. Gjykon sfidën sot kryesori Krishtik Ciapi, ndihmuar nga Ilir Tartar dhe Alfred Shketa. Klodian Shahini do t'jetë gjyqtar i 4, ndërkohë që për sa i përket varit do t'jetë Andi Koçi dhe Florian Lata në avar dyshja. Formacioni i Vllaznis, Jukaj, Kurishta, Krymi, Bale, Repaj, Mala, Deliu, Dodaj, Qato, Silva dhe Stojanovic, Punjaj, Gruda Sala, Karimanovic, Bajrami, Spaia, Tafil Ibrahimi e Mensa. Ky është Olberkis, qendërmbrojtësi i verdhe bluve. Sot me uniformat e zeza, skuadra Elbasanit, një uniforme cila ju ka sjell fat dhe sot do të provojnë sërish të luajnë me ngjyra që nuk janë as pak në atë që titullohet kjo skuadër verdhe blut, skuadra Elbasani, ku që blut në krahun tjetër luajnë me uniformat e bardha tek Vllaznia. Do t'jemi me 1 minutë eshtje përpara nisjes së kësaj përballje për të nderuar një nga figurat e shquara të futbollit shqiptar si Paulin Doja Shkodrani, i cili është ndarë nga jeta pak ditë më parë, por edhe Mentor Sopiani, një ish gjyqtar i futbollit, një njeri i qytetit Elbasanit, por vitet e fundit edhe komentator pranë Radio Tiranës, ngushëllime për familjet e 2 prej njerëzve që kanë kontribuar jo pak në sport. Për Paulin Dojën, ish portierin e minjor të Vllaznis. Respekt e nderime për Paulin Dojën, një emër të madh të futbollit në vend, një emër të madh të futbollit shkodran, dhe sot Vllaznia luan me sheritin e zi në krah për nder të këtij personaliteti të sportit shqiptar dhe futbollit. Gjithçka gati, do të vendos drejtësi sot Krishtik Ciapi nga qyteti i Fierit, do të ndihmohet nga Tartari dhe Shkreta, tham Klodian Shahini do të jetë gjyqtar i 4, ndërkohë që Mario Kërtusha dhe Arjan Mali janë respektivisht të vëzhguesi dhe delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit, dyshja e cila sot ka mbarvajtjen e kësaj sfide. Ka një numër të tifozërisë te diku të kënaqshme, por jo të konsiderueshme. Duke ditur që kemi parë sfida ku stadiumi Elbasan Arena është mbushur në një numër mjaft madh tifozësh në mbështetje të skuadrës. Ndërkohë që tifo grupi ndarë tashmë në 2 grupime tek Elbasani, janë pikërisht lojtarët vendas me Ibrahim Abasi ka topin kontroll, është Bledar Lila, në duelin me Malen e Umbetaj, më pas është ai pasimi Deliut për Dodaj, topi shkon brapa tek Jago. Krymi la sfidën përballë skuadrës së Dinamos për shkak të një problemi, por duke se gjithçka është okej për mesfushorin, për numrin 6 të shkodranëve. Vllaznia e cila fitoi me shifrat 3-0 përballë Dinamos atë përballje, ndërkohë për sa i përket Elbasanit vjen pas fitores ndaj skuadrës së Bylisit rezultatin 1-0. Repaj e dërgon topin brapa tek Jukaj. Është vetëm qari mungesa e skuadrës
së Vllaznis, portieri I cili mungon prej javësh I rikthyer tek ekipi kuqeblu edhe në seancat servitore, por ende gati, nuk është gati për të rikthyer, ndoshta të shohim nëse do të jetë I gatshëm për Shkodranët në Final Four. Ndërkohë mungon Musta, mungon Arsen Kasa tek skuadra e Elbasanit, dy lojtarë shumë të rëndësishëm me sfushori për manovrën e Elbasanit, gjithashtu dhe Musta një nga personazhet që ka shënuar dhe ka qenë shumë I rëndësishëm protagonist për skuadrën e Elbasanit. Të dy mungojnë për shkak dëmtimesh. Ndërkohë që mungesë e rëndësishme është ajo Arsen Leshit. Ndërkohë këtu Doku provon të shërbejë low killin në këmbë Tomas Brdaric dhe Ivan Gvozdenovic, dy trajnerë të huaj në këtë përballje. Kujtojmë që skuadrat u përballen edhe në çertifinalet e Kupës së Shqipërisë, aty ku fal 11 metrëshave Vllaznia arriti të kalonte përballë Elbasanit dhe vion rrugën për mëtej në Kupën e Shqipërisë mesjavën e ardhshme. Do të ketë takimin e kthimit përballë skuadrës së Dinamos. Ndoshta në këtë stadium rivendim e duar për Elbasanit, do të jetë Bledar Lila në këtë rivendim e duar. Ndërkohë tek Elbasani, Qaqi Gava Gega, Lajthia, Sufali, Gomez, Hakaj, Alla, Ibrahim, Diallo dhe Amaril Dëgjoni për tekniku Gvozdenovic, ky stoli të gatshëm tek skuadra verdhe blu. Kujtojmë një nga problemet që ka patur skuadra e Elbasanit për gjatë gjithë sezonit, ka patur një mungesë të vazhdueshme të lojtarëve për shkak të dëmtimeve. Shohim tu Lilën në duelin me Dodaj, kërkohet Joel Dokuaj, o marrim mjaft mirë, shohim Lila, dalja e Lilës, Bledar Lila vjen topi në zonë, Cage, Stojanovic mbyll dhe kemi faul, shkakton sulmuesin ndaj portierit Jukaj, minuta e 4, shfaqet Elbasani, ajo marrje Joel Dokus dhe më pas depërtimi I Bledar Lilës. Shohim, ky është momenti arkimi për Cage në duelin me Stojanovic dhe ka patur një goditje në dorën e Jukajt nga në Cages. Nuk ka probleme për portierin I cili do të ngrihet dhe do të rinisme këtë goditje të lirë për skuadrën e Vllaznis. Plani parë për Ivan Gvozdenovic. Luan të gjitha sfidat e javës së 35 Biznes Superiore në të njëjtën kohë. Gjithçka 0-0 në Eknatia Skënderbeu, Tirana Teuta, Laçi Dinamo dhe Bylis Partizani. Janë takimet që luhet në 5 stadiume njëkohësisht. Të gjitha sfidat vinë drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar në paketën e medias publike. Mund të ndiqni si asnjëherë tjetër në kohë të gjitha sfidat live nga 5 stadiume, nga 5 qytete të ndryshme. Por gjithçka edhe në analizë në Super Goal ka nisur pikërisht me prag sfidat e kësaj jave, me analizat e të ftuarve. Dhe pas përfundimit, sërish me kolegen Gerta Sako dhe të ftuarit e saj, do të keni mundësi të ndiqni intervistat me trajnerët e të gjitha skuadrave në këto përballje të sotme, por edhe me lojtarët e ndeshjes. Gjithashtu nuk do të mungojnë rastet e diskutueshme nëse do të ketë në fushat dhe ndeshjet respektive. Gjithçka nuk mund të mbasë në ekranin e shqiptarëve dhe vjen pa pagesë gjithë kampionati në sezonin e tij të parë, por edhe në 2 sezone në vijim, së bashku me kategorinë e parë të futbollit. Bruno Lulaj provon të gjejë low killin, Erdenis Gurishta e shoqëron topin në jashtë vijave kufizuese dhe ka rivendim e duar për skuadrën shkodrane, edhe pse tek Elbasani pretendojnë se Gurishta ka prekur topin. Balaj lë topi për Malën, niset Jago, shumë hapësirën që ka, ndjek Joel Doku, vazhdon Jago të depërtojë drejt fundores, por e mbrin Joel Doku, nuk I lë hapësira, gjithje Jago. E dërgon topin mbrapa tek Repaj në shqetësimin e Cages, shohim rivendim e duar
I pavendosur Ilir Tartari në fund bët me shenjë që i takon skuadrës së Vllaznis, ndërkohë që Ciapi bët me shenjë që duhet të rriqet disa metra më pas Jago për të kryer rifënim me duar. Tek Vllaznia formacioni është i njëjtë me atë të fitores 3-0 ndaj skuadrës së Dinamos, ndërkohë që Bruno Lulaj në vendin e Qaqit në formacionin e skuadrës së Elbasanit nga ai javën më parë. Cake shohim probleme në rënje për Caken, kërkohet me njëherë ndihma stafit mjekësor, kërkon Dias Ardit Krymi në atë duel edhe një tjetër. Shohim ky është momenti i rënjes. Por ajo që ndoshta duhet theksuar është kushtet perfekte të stadiumit dhe fushës Elbasan Arenës, si gjithmonë në lartësinë e dur për të pritur çdo takim, një stadium i cili pret pafundësisht ndeshje dhe do të pres finalet e kampionatit evropian të 17 vjeçarëve. Pikërisht një pjesë e mirë e ndeshjeve do të zhvillohen në këtë stadium dhe është një nga fushat ku gjithmonë është garantuar të paktën cilësia nga ana e terrenit për një futboll të bukur dhe një futboll për të shijuar dhe për të zhvilluar në kushtet e dura. Merr ndihmën në stafit mjekësor, Cage gati për të rikthyer në fushë. Është në shoqërinë e Klodian Shahinit. Olberkis. Qetësisht lojtarët vendas për të organizuar manovrën e tyre. Bruno Lulaj, kapiteni. Në vitin e parë Elbasani kërkon zonën Final Four, kërkon Europën. Në objektivat e fillim sezonit kanë qenë këto për skuadrën verdhe blu. Të thëna gjatë intervistave si nga drejtori sportiv Guranjaku, gjithashtu nga administratori Mariklan Çoku, por edhe nga presidenti Kujtim Lupo në daljet e tij për mediat. Gjithmonë objektivi ka qenë pikërisht Final Four dhe duhet theksuar se ky sezon është i suksesshëm pak deri në këtë moment për Elbasanin. Dodaj provon të kalojë Olberkis, por nuk ja del ndërkohë këtu Totoshi, i dhuron këtë top Deliut, vijon aksioni Mala. Në rry kasa edhe një tjetër Deliu. Ky top në shtyllën e dytë Lila e Dodaj. Provon Dodaj të vjen kontrollin e topit, vjen dhe Doku aty për të larguar. Shohim Deliu fitojnë edhe një topin Shkodranët. Cake në rry Krymi më pas Doku, qose ka një fall të Ardit Krymit ndaj Dokus, kërkohet karton nga lojtarët e Elbasanit. Ndërkohë Dodaj ka mbetur i dëmtuar, i revoltuar Tomas Brdaric. Dhe me sa duket gjithçka e ka me Jagon në tonet e ngritura nga tekniku gjerman. Kërkon përqendrim, ndoshta presioni ka filluar të ndihet që në këtë moment, duke ditur që Final Four është shumë pranë, në Shkodër të gjithë kërkojnë trofeun e kampionatit, mungon prej shumë e shumë vitesh në qytetin e Shkodrës. Vllaznia ka arritur të shpallet kampione, pavarësisht se Kupa e Shqipërisë ka ardhur jo më larg se 2 vite më parë. Kampionati është ai që kërkojnë tek skuadra kuqe blu. Ndërkohë shohim 2 tifo grupet tashmë ndryshe tek skuadra Elbasanit, tek klubi. Tifozeria është ndarë në 2 kampe. Ultrasit dhe Arakat janë tifo grupet. Jashtë Joel Doku, jashtë Dodaj, gati për të rikthyer në fushën e lojës. Të dy tashmë rikthehen pas ndihmës mjekësore të marrë nga stafet respektive.
janë momente ku ritmi ndeshjes bie për shkak të ndalesave. Kjo rënje e Kasës, kemi këtë fallë të Kurishës, tjetër ndalesë e lojës. Është e vështirë për të parë që të luhet më shumë se 1 minutë. Sërish janë mjekët e skuadrës Elbasanit për t'i dhënë ndihmën pikërisht të Klevis Kasës. Karim Ibrahim, e tje fundi. Plani parë për Ivan Gvozdenovic, teknikun I cili mori drejtimin e skuadrës e Elbasanit pas largimit të Roberto Bordin. La Skënderbeun pak ditë përpara se të bëj trajneri I skuadrës e Elbasanit. Vetëm një pauzë 2-3 ditore për Ivan Gvozdenovic dhe me njerë veshi tutat verde blu nga to kuqebart të Skënderbeut. Dhe tashmë kërkon të arrijë objektivat e skuadrës dhe klubit Elbasanit. Ky krosim Jukaj në 2 kohë portieri. Pas siguri nga ana e Jukajt, gjithsesi nuk përfitojnë tek Elbasani, ishte kapiteni Bruno Lulaj aty, I cili provoi për ta marrë top, shohim edhe një tjetër. Nuk arriti Bruno Lulaj, ndërkohë rivënia me duar I takon. Shohim një tjetër problem dhe këtë herë është për futbollistët e Vllaznisë, është Erdenis Gurishta. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor për Gurishtën. 14 minuta, vështirë se mund të themi që janë zhvilluar 3 minuta lojë efektive për atë që kemi parë deri në këto momente. Shohim edhe një tjetër këtë krosim të Qoses, e më pas Jukaj në 2 kohë në presingun e Bruno Lulajt. Është një nga qytetet dhe stadiumet ku numri I tifozërisë është I lartë, gjithmonë në ndeshjet që zhvillon skuadra vendase ka një prani të konsiderueshme të tifozëve. Shohim që numri sa vjen e shtohet, ndoshta në një orar tjetër mund kishim edhe më shumë tifozë të pranishëm për ndjekur skuadrën në verdhe blu. Ndërkohë për sa I përket tifozëve shkodran, tifo grupit mungon sot për të mbështetur skuadrën e tyre. Do të nisë me rivënie me duar, do të rinisë me rivënie me duar në këtë moment dhe do të ketë fair play me sa duket nga skuadra e Elbasanit. Po është kjo që ndodh me Lilën që shërben për cakje dhe ky I dhuron topin edhe një tjetër shkodran. Në fushë kthehet edhe Gurishta, plotson 4 e prapa vijës, tashmë Jako në rivënie me duar. Topi përpara, ndërhyn në Qato, më pas është Lila, shohim ky topi marka Dodaj, kërkohet me njerë Mala, nuk ka faull, vjen lojën, Kerstik Sjapi. Ndërkohë që Klevis Kasa nuk ja del. Klevis Kasa nuk ja del dhe me njerë bëhet me shenjë që duhet ndrim tek skuadra e Elbasanit. Esin Hakaj gati do tjetë Shkodrani që do të luaj ndaj ish skuadrës së tij. Nëse gjithmonë do të kërkoj një ndrim kokë më kokë përse e përket pozicioneve. Nuk ja del Klevis Kasa
dhe kjo nuk është një lajm as pak i mirë për skuadrën e Elbasanit. Me dëmtimin e Musës, se gjithsesi kontingjenti tek Verdën Blu është një kontingjent i cili ka përballuar edhe pse përgjatë gjithë kampionatit minimalisht 3 lojtarë kanë qenë gjithmonë në infermieri. Ko që mungesë e rëndësishme veç dyshës Arsen Kasa dhe Emiliano Musa është ajo Arsen Leshit, lojtarit që u dëmtuan në momentin më të mirë të tij, në momentin kur po udhëhiqte Elbasanin me golat e tij, me pikë të rëndësishme, ndeshje të suksesshme. Besoj problemin e gjuhë dhe ndërhyrjat tashmë po që ai tjetë të paktën për këtë sezon, të shohim nëse në nisje sezonit të ri do të mund të rikuperohet në 100%. Është pikërisht Esin Hakaj ai që do të vinë në fushën e lojës në vendin e Kasas. Lëvizje detyruar për Ivan Gvozdenovic. Probleme për Kasën. Shohim Kasën, i cili shoqërohet jashtë vijave kuvizuese nga mjekët e skuadrës. Minuta 17 i dëmtuar në fushën e lojës Klevis Kasa, numër 11 dhe futet numër 23 Esin Hakaj. 26 përballje për të, sot ishte 27-a, por për fat keq nuk mundi ta vijoj. Bruno Lulaj edukon topin të Kolberkis. Pas është Deliu. Ky top drejt Cages, provon ta ulej. Deliu në duelin me Lilën, tjetër ndales, tjetër faul, proteston Bekim Balaj. Por Ciapi e ndal lojën. Vjojmë t'jemi me një ritëm t'ullët, me shumë ndalesa, faul e pa fund nga të dyja skuadrat. Shohim, ky është momenti i përplasjes. Lila Deliu. Topi takon skuadrës Elbasanit në vendimin e kryesorit. Plani parë për Lilën ngrihet, ndërkohë që Deliu vjen marrë ndihmën e stafit mjekësor. Presim shoqërimin e Deliut jashtë vijave kuvizuese. Për Lilën nuk ka probleme dhe Deliu ndëshkohet me kartonin e verdhë. Proteston Tomas Brdaric për këtë karton të verdhë ndaj Deliut. Ndërkohë që Deliu merr kartonin e 5 të verdhë në këtë kampionat. Të komunikoj me Klodian Shahinin,
gjyqtarin e 4 Thomas Brdaric, ndërkohë këtu kemi top prekur me dorë, nuk është dakord Qato, por vendimi Krstik Cjapit është i pak thyeshëm. Topi takon edhe një tjetër skuadrës Elbasanit, në një tjetër ndales të lojës, Bruno Lulaj me njerë drejt Olberkis, një tyshe e konfirmuar deri diku në qendër të mbrojtjes, ndërsa i beson Stojanovic e Repaj Deloshi Shkodran, i cili u afron merkaton e janarit tek Vllaznia pasi la Poloninë e Fierit në një karrierë të nisur në futbollin profesionist tek skuadra fierake për Repajn, ku provoi të luante si në A-biznes superiore, gjithashtu edhe në kategorinë e parë të futbollit, një pikë e rëndësishme për skuadrën e Polonisë, dhe Shkodranët nuk pritën mbylljen e sezonit, por e bën për forcimin e radhës në nisje të janarit. Vjen ky krosim, të shohim gjithçka e rregull, thot Artari, vjen loja low kili, e dërgon topin brapa tek Yasin Hakaj, më pas Ibrahim Abbas. Gjithsesi mbetet për të parë edhe njëra i moment ku Shkodranët kanë kërkuar pozicionin e shloje, por në ndales të lojës mund të ndjekim atë moment Tucage Stojanovic, dhe fiton të drejtën e goditjes nga këndi, e para për Elbasanin, e para e sfidës në atë duel, nuk është dakord Stojanovic. Shumë edhe njërë tjetër, ky është momenti. Pamet janë qarta, gjithë mund gjykojnë vetë, nëse Shkodranët kanë pas drejt, nësa këtu nuk arriti ta mbronte si duhet Stojanovic, dhe Cake arriti me zgjuar si të fitoj goditjen nga këndi. E para e sfidës, të shohim çfarë do të sjell, vjen krosimi drejt portës, mbyll aty Krymi. Edhe një tjetër Elbasani, tjetër krosimi Qoses. Dërgon topin Jago, Ibrahim Abbas, Olberkis, sërish Jago, Qato, Ibrahim Abbas në ryn Jago, edhe një tjetër drejt Bekim Balajt. E mban mjaft mirë Bekim Balaj, lëvizje fantastike Dodaj në duelin me Hakaj, vendoset mirë Yasin Hakaj. Dhe këtu goditja nga këndi për skuadrën e Vllaznisë, Dodaj arrin të paktën të mbyll një aksion duke fituar goditin nga këndi. Topi i takon skuadrës së Vllaznisë. Kemi parë shumë pak lojë efektive në këtë përballje të sotme, në këto 24 minuta të zhvilluara. Ndalesat kanë qenë ato që kanë përfshirë më shumë sfidën. Të shohim tash në vijim skuadra tashmë me nga një goditje këndi secila. Vllaznia radhës Deliu. Mala, vjen krosimi drejt Gurishtës. Duelin me Hakaj, askush se prek topin, më pas Gurishta fiton duelin me Dros, provohet krosimi, e mbyll Dros, edhe një tjetër Gurishta, provon arkimin, mbyllet, tjetër goditje nga këndi për skuadrën Shkodrani, e dyta. If everybody stays in this corner, do t'jemi në këtë rivelim me duar, Bledar Lila me topin në duar, kërkon Joel Doku, ndërun Jago, më pas Dros, jen Ibrahim Abbas, Yasin Hakaj ka hapësirë, shohim zonën bosh, avancon Yasin Hakaj, Gjithia Hakaj, një pasimi sak për Qosen, ftohet low kili, edhe një tjetër Qose, low kili sërisht, Abbas, vjen goditja! Ibrahim Abbas, shkëndia e parë, mbi traun e portës shkon topi, e 26 minut, plani parë për nigerianin Ibrahim Abbas. Shkëndien e parë dha me këtë të djathtë potente. Jukaj
ndoshta kuptoi trajektorin e topit që ishte mbi lartësinë që ai dëshironte. I takon Elbasani deri vende me duar, thot Ilir Tartari, Joel Doku e lë për Lilën. Cake. Kishte Cake mes dy kundërshtarëve, u mbet topin Dodaj, Qato. Kod edhe një tjetër Dodaj, del Totoshi. Largon portieri. Qose. Më pas Deliu. Stojanovic. Repaj. Edhe një tjetër Stojanovic. Provon organizimin e manovrës Vllaznia nga prapa vija me qendrorin Stojanovic. Brava topi Jukaj. Më pas është Repaj. Edhe një tjetër horizontal është pasimi për Stojanovic. Krymi zbret ai tashmë për të organizuar manovrën. I mbuluar nga kundërshtarët dhe kthen edhe një tjetër pas Repaj. Sërish Ardit Krymi. Provon tashmë të bëjë regjizorin në manovrën e skuadrës shkodrane. Tulo Kilje Gurishta, del fitues Shkodrani për Stojanovic në shqetësimin e Cages, u mbet topin. Qose Ibrahim Abbas e dërgon brava tek Bruno Lulaj. E kanë kontroll kapiteni. Shet daljen e Dokus, por është i gabuar nga të top gjatë Bruno Lulaj. Rivendin fundore për portierin Jukaj. Gatti, go! Yes! Go inside, Dona! Rivendin fundore, topi takon portierit Totoshi. Dros, e dikon topin tek Bruno Lulaj. Kërkohet Joel Doku ndërhyn Stojanovic. Lejon avantazhin. Tartari pas Cake Deliu. Kërkohet që Bërtaric kërkon pozicionin jashtë. Lila e dorëzon tek Jago. Deliu, Jago sërish. Bala Deliu, Mala nuk mbyll dot atë kombinim, do rin Ibrahim Abbas. E vende me duar i takon skuadrës së Vllaznis. Në kohë që Bërtaric kërkon shpjegime pse nuk u sinjalizua pozicionin jashtë loje. Në kohë që Shahini i bën me dije që nuk ka qenë pozicion jashtë loje në atë moment ku pretendoi trajneri i skuadrës së Vllaznis. Tjetër top në shkotjen e zhvijave kufizuesi në një tjetër rifënie fundore, topi takon portierit Totoshi. Edhe një tjetër Ibrahim Abbas. Hakaj nuk ka hapësira përpara, kthehet edhe një tjetër pas.
Dros. Topin e marrë nga Lila edhe një tjetër Dros. Lokili, Qose Hakaj, pritet krosimi, ban topin Hakaj në duelin me Gurishtën, Lokili sërisht, vjen Arkimi në atë zonë ku nuk ka asnjë lojtar të Elbasanit. Gjithçka lexueshme deri në këto momente, nuk ka befasi me përjashtim të një momenti kur Ibrahim Abbas provoi të surprizonte Jukajin mes shtyllave në një goditje potente nga distanca. Joel! Yeah, Joel, you see? Yes, yes! Come back, come back! Olberkis, Lulaj, Qose dërgon edhe një mbrapa tek Olberkis, i cili frapon për ta mbajtur brenda vijave kufizuese. Jadel vjen kontrollin e topit që në mbrojtësi Olberkis, më pas është Totoshi. Edhe një tjetër shkurtimisht për Olberkisin, provon tashmë presingun vllaznia. Lila, sërish Olberkis në shqetësimin e balës, e dërgon topin përpara. Cake kanë kontroll. Gjithë Cake. Kom pik pasimi, Lila, edhe një tjetër Lila, i nërin Jako, më pas Dodaj, provon dal fet Dodaj nga e majta, arsyeton kthehet Deliu, Qato, kom pasimin për Malën, ndërhyn Dros, Ibrahim Abbas, tjetër topi fituar nga Shkodranët, Mala, e djathta, e gabuar e Sat Malës. Provon t'jap shkëndije tashmë vllaznia, ndërkohë që ka të dëmtuar tek skuadra e Elbasanit. Shohim se duket është Lila. Mbrojtësi Kraut. Plani parë për Qaton, më i miri në vllaznia Dinamo. Ndërkohë që udhëzime për skuadrën Shkodranën në këtë moment ndalese, Lila shoqërohet me ndihmën e stafit miksor. Ndërkohë pas 35 minutave lojë vjojnë t'jemi me shifra të barabarta 0-0 në të 5 takimet. Jako. Repa, cuidado! Direct, go! Cake në rivëni me duar. Ndërkohë plani parë ishte për Thomas Bërtaric, i cili fion t'jap udhëzime. Si gjithmonë tekniku gjerman, por së fundmi ka rritur pak edhe ngritjen e zërit ndaj lojtarëve të tij për momentet veçanta. Këtu kemi këtë faul të Krishtik Ciapit, Repaj në duelin me Joel Doku ka shkaktuar faul. I habitur Thomas Bërtaric me vendimin e Ciapit.
kërkon një shpjegim tek Shahini, arsye pse u akordua kjo goditje dënimi për skuadrën e Elbasanit. Ibrahim Abbas vjen dhe Sinakaj pran topit, shohim çfarë do të sjellë ky moment. Për verdë blut e Sinakaj. Vjen krosimi e Sinakajt, Jukaj, më pas Ibrahim Abbas, largon Qato, Lokili përvon të mbaj skuadrën përpara, Jago kontrollon, Gurishta, largon topin nga ajo zonë dhe niset me shpejtësi Klinti Qato, duel me Ibrahim Abbas, por edhe Bledar Lilën më pas i cili e dërgon topin tek Totoshi, Hakaj. Topi qatë përpara, vrapon Qose, Jukaj, del nga zona e tij dhe godet të top drejt Eliut. Lulaj, Lokili, kon mbështetjen e gjet tek Hakaj. Ju e gabuar e Sad Malës ndaj Hakajt, goditje e lirë për skuadrën e Elbasanit. Olberkis, Lulaj, qojnë këtu Doku, e lë për Cagen, ndërryn Krymi, vendimtar Ardit Krymi në atë vendosje. Gurishta, del Vllaznia, shohim këtu ky krosimi Malës, Bekim Bale përvon akrobasi, e gabuar, më pas Qose nuk arrin të shërbej për shokët e skuadrës. Këtu Jago, shqetësimin e Joel Doku, Jago me qetësi e sigurie dërgon topin tek Stojanovic. Luhet minuta 40 në Elbasan Arena. Elbasani 0, Vllaznia 0, java e 35 të Biznes Superiore. Kampionati ekskluzivisht në ekranin e shqiptarëve. Jo vetëm ky sezon, por edhe 2 sezone në vijim të Biznes Superiore do të mund të ndiqni në rrjetin e radio televizionit të shqiptar. Lila Dros, Ibrahim Abbas e dërgon topin mbrapa tek Esin Hakaj. Lokili shumë larg portës, kthehet edhe një tjetër pas, gjen Ibrahim Abbas, më pas Dros. Lokili sërish, lëvizja është e mirë e tij. Cage këton Esin Hakaj, çojmë violojën gjyqtari. Esin Hakaj, vjen ky krosim, largon Stojanovic dhe kemi goditje nga këndi e dyta dhe për skuadrën e Elbasanit. Kërkojnë në pozicion e ashloje tek skuadra e Vllaznis, por asistenti Tartari nuk mendon njësoj, ka vjuar lojën dhe Elbasani ka fituar të drejtën e kësaj goditje nga këndi, ku kronometri shënon minutën e 42 të kësaj sfide.
Ullët Arhimi Qosës, tjetër top që largohet, low killi. Mbyllë edhe një tjetër Dodaj. Vjen Qose për të kontrolluar topin. Brapa tek Ibrahim Abbas. Low killi. Lëviz mirë, gjithin low killi. Shedaljen e Lilës. Jago në 2 momente arrin të mbyll Dodaj. Edhe një tjetër Jago, më pas Deliu, Repaj. Topi brava tek portieri Jukaj. Qato. Largon topin Bledar Lila. Rivendëm me duar për skuadrën e Vllaznis. Jago për Malën, gjithim Mala avancon Mala. Në të shkoj drejt fundorës, Mala e kthen, Dodaj e lë për Qaton. Kontrollon Totoshi, Shkëndia në të 44 minutë. Dalje mjaft e mirë. Me duar për skuadrën e Elbasanit. Shkon si gjithmonë në djathtë Bledar Lila për të kryer rivendje me duar. Doku, Jago. Fall të Dros, kemi goditje të lirë. Kemi hyrë në minutën e fundit të kohës së rregullt. Nuk shohim atë depërtim të Malës dhe Klinti Qato me të majtën kanë qetur të përgatitur Totoshin. Doku, ndërhyn Repaj. Topi shkon edhe një tjetër jashtë vijave kufisuese, tjetër rivendje me duar. Këtë herë i takon skuadrës së Elbasanit. Kur shohim do të kemi 3 minuta shtesë. 3 minuta shtesë në pjesën e parë. Ka patur shumë ndërprerje në fushën e lojës. Është dashur që disa herë të hyjë në mjekët e të dyja skuadrave. Qose low killi. Joel për Dros. Lila. Lila. Vënd futet drejt qendrës Lila. Ky pasim pas vjen goditja low killit e gabuar dhe kemi goditje nga këndi. Devim dhe goditja e tretë nga këndi për skuadrën e Elbasanit. Një dalje mjaft e mirë aty e Bledar Lilës, shërbimi i dur, por goditja e low killit nuk ishte ajo që tek Elbasani dëshironin. Gjithsesi vjon mbetet të sulm skuadra vendase me këtë goditje nga këndi. Aty ku është Kristi Qose. Kemi këtë skemë. Vismir Qose, gjithsesi Qose, ky Arkim nuk
Nuk devjohet topi, kontrollon Deliu në krahun tjetër. Topi qatë për para, frapon Bekim Balaj. Ibrahim Abbas ndërryn, Dodaj. I ndërryn në Hakaj që s'ka rregull në atë top të marrë, qose Zake nuk ka faull, Krymi. Mala edhe një tjetër për Bekim Balaj, në letopin për qatën. Ndërryn Ibrahim Abbas, riveni me duar i takon Vllaznis. Jago në këtë rivende me duar. Kërkohet bala, ka faull në sulm të lojtarëve të Vllaznis, përfundon dhe minuta e 2 të shtesës, 23 dhe e fundit për këtë 45 minutësh të parë. Olberkis, Dros, Hakaj. Shojmë këtë top për low killin, largon Stojanovic. Vetëm 2 momente në këtë pjesë të parë, minuta 26 Abbas goditi nga distanca pak mbi port, ndërkohë që Qato në të 44 të ngjeti Totoshin e përgatitur me shtyllave. Rivende me duar, minutat e shtesës kam përfunduar. Gjyqtari bën me shenjë Sinake që duhet të rriqet pas për të kryer rivendin me duar. Ky top drejt zonës, ndërhyn Stojanovic. Nuk ka më kohë, thot Kreshtik Sjabi, mbyllet pjesa e parë 0-0, java 35 nga Biznes Superiore. Elbasani Vllaznia 3-3 nga stadiumi Elbasan Arena në qytetin e Elbasanit. Pasi pushimit shkurtër të jemi sërish bashkë. Jemi rikthyer sërish miq me pamje të 3-3 nga stadiumi Elbasan Arena, bëhet gati për të nisur pjesa e dytë e takimit mes Elbasanit dhe Vllaznis. 45 minutat e para të mbyllur në barazim 0-0, një ndrim i detyruar. Kasa i dëmtuar la fushën e lojës në vendin e tij. Hakaj, një lojë deri diku e mërzitshme në pjesën e parë, me shumë faulle, shumë dalesa, me raste të cilët ishin sporadik, pa e shqetësuar asnjërin nga portierët respektiv. Nis kjo pjesë e dytë, nuk ka ndryshime, trajnerët i besojnë në formacioneve të pjesës parë, ato që mbyllën 45 minutin e parë për Elbasanin Totoshin port. Lule Olberkis në qendër, Lila në djathtë, Hakaj në krahun e majtë në vend të Klevis Kasas. Dros Ibrahim e qose në mes fush, Loukili në linjën e majtë sulmit, Doku në linjën e djathtë dhe Cagje në qendër. Ky është formacioni Ivan Gvozdenovic tek Elbasani, tek Vllaznia, luan Jukaj në port. Mbrojtja me Gurishtën e Jagon nga krahët, Stojanovic së bashku me Repaj në qendër, në kohë mes fusha, Krymi, Qato dhe Deliu. Në sulm, Balaj mbështetet nga majta nga Doda dhe nga e djathta nga Esat Mala. Formacioni Tomas Bërdarit që ky fundit. Rivende me duar, Gurishta për Qaton. Vjen ky top në qendër, Balaj. Provon të afrohet Krymi, por Dros largon me njëherë Cake. Kon në presingu në duelin me Repaj, shko topi mbrapa tek Jupkaj, me njëherë portieri nuk humbet kohë. Ky shkelmim drejt Dodajt, e ulaj tashmë vjet 100% kontrollin e topit. Dodaj provon krosimin për Malën, Mala e mbrin brenda vijave kufizuese, Mala, gjithë Mala, tjetër arkim. Dhe këtu të shojmë, është gol Bekim Balaj, qen rrugën e rjetës, e 47 minut, shënon kapiteni, qen golin Bekim Balaj, pas ati 11 metrëshi të realizuar ndaj Dinamos. Vjen një tjetër gol për kapitenin e Shkodranëve, ishte në një agjirim
dhe tashmë gjen golin e dytë radhësi pas Dinamos i shënon dhe Elbasanit. Bekim Balaj, plani parë për kapitenin e shkodranëve, por tek Elbasani me të vërtet për të ardhur keq, ndërkohë që Ciapi komunikon me VAR-in. Shohim nëse ka diçka, por jo, gjithçka e rregullt, bën me shenjë Gurishtës që duhet kalojnë gjysmë fushën e tij së bashku me Balajn dhe Ciapi për t'i dhënë edhe një start nisje pas t'i goli, por me sa duket do të pres. Shohim festën e Tomas Brdarić me stafin e tij, ndërkohë që Ciapi vjon presi konfirmim nga VAR-i. Nuk e dim pse. Ndoshta duke ripar edhe një tjetër momentin për të kuptuar diçka, çfarë është duke pritur Ciapi. Shohim, ky është momenti i arkimit. Mala e mban brenda vijave kufizuese. Më pas ky kërsim dhe Bekim Bala goli është i rregullt. Goli është i rregullt, nga qendra do të rinis edhe një tjetër loja. Do të jetë Cake. Të shohim Gvozdenovic se çfarë masash do të marrë pas psimit të këtij goli. Low kili Hakaj, Rynçato. Edhe një tjetër Hakaj për Caken. Cake sërish për Hakajn, edhe një tjetër Mala për Oktober, i vënë me duar sërish të shohim këtë top të Hakaj drejt Joel Dokus, që ose nuk e mbrin Cake. E lë mjaft mirë aty për Dros e Majta! Christian Dros! Pi kuadrat në të 50-ën. Edhe një tjetër. Bala me kokë. Bala. Dodaj, qojnë Dodaj, shërben për balën. E mbyll aty Ibrahim Abbas. Hakaj. Probleme në linjën e majtë të mbrojtjes së Elbasanit. Lulaj. Shojmë tu low kili, vetëm më mban brenda vijave kufizuese. Hije low kili sot. Tjetër top, kërkohet Gurishta. Ishte pikërisht Gurishta i cili mbylli. Ibrahim Abbas, ndërkohë që Gvozdenovic nuk u mbet kohë dhe kthehet më njëherë për të diskutuar me stafin, ndoshta për lëvizjet që mund të bëjë. Kujtojmë që Elbasani, një stacion të ndrimeve, e ka konsumuar pikërisht në momentin kur la fushën e lojës Arsen Kasa, Klevis Kasa i dëmtuar dhe në vendin e tij u aktivizua Esin Hakaj. Ibrahim Abbas, topi mbrapa për Olberkis. Pas është Bruno Lulaj. Hakaj. Dërin Gurishta. Gurishta, djek low kili, Gurishta. Hakaj, ja merr topin, provon dal vete, sin Hakaj. Gjesak Qosen. Dros, provon të dal Elbasani, nuk ka hapësira për Ibrahim Abbas. Pas low kili. Shohim low kili. Hakaj.
Provon krosimin, largon Stojanovic, Lila brenda zonës. Humbet mundësinë e goditjes, largojnë lojtarët e Vllaznisë dhe nisin me shpejtësi. Dodaj për Qaton, e ndjek Ibrahim Abbas, Qato, gjithje Qato, vion tjetë kontrole e topit, Qato, Dodaj, brenda zonës, Dodaj, ja shkon goditja, Kevin Dodaj, e 53 minutë, shfaqet Vllaznia. Du gabon Ibrahim Abbas edhe një tjetër Shkodranën. Delio avancon vetë, gjem bala, sërish Delio, Ilir Gurishta në krahun e djathtë. Delio provon këtë krosim drejt malës, kontrollon Totoshi, nisë me shpejtësi Bledar Lilën. Provon të inkurajoj të tjetë Ivan Gvozdenovic. Cake, Dros, kombinimi është i mirë mes tyre. Ky pasim drejt low killit në rrym Gurishta, por Hakaj kontrollon, Esin Hakaj, gjithnjë Hakaj, i ndërryn Gurishta, por Qose rikthehet për të kuberuar. Dros, Ibrahim Abbas, Hakaj. Qojmë tu Qose, prek topin me dorë, ka faul. Tiki, we can't die! Shojmë, ky është momenti i nisjes së aksionit në golin e skuadrës Vllaznisë, pikërisht kur Dodaj ishte në nisje të aksionit. Gjithçka e pasqyruar edhe nga regjia për atë moment, atë pritje kur VAR i konfirmoi golin kryesorit Kerstin Qapi. Topi gjatë, Stojanovic në rrym Bruno Lulaj. Më pas është Hakaj për low killin. Jo tjetë brenda vijave, jo, ka dalë jashtë vijave kufizuese, thot asistenti. Topi takon Shkodranëve në rivendim e duar. Ndoshta për të parë edhe një herë tjetër ai moment. Nuk duket të ketë dalë topi, nuk duket ta ketë kaluar plotësisht vidhën. Tjetër moment i diskutueshëm. Tu bala shërben për Malen, më pas Dodaj, shumë i shpejt, Kevin Dodaj, i drejtohet zonës, Dodaj! Totoshi shpëton Elbasanin, minuta 56, Kevin Dodaj, çfarë mundësie! Edhe njerë Dodaj shfaqet. Repaj. Dodaj. Jago. Repaj sërisht. Kërkohet Qato me këtë top gjatë, qojmë duelin e shpejtësisë. Pozicionuar më mirë Olbergis, më pas Totoshi, edhe një tjetër kërkon Olbergis, por topi shkon jashtë vijave kufizuese, gabojnë lojtarët e Elbasanit, ndërkohë shohim edhe një tjetër shpejtësinë e Kevin Dodaj, la pas edhe Lilen, por u ndal nga portieri Totoshi. Dyshja Gvozdenovic e Hektori Drizaj diskutojnë mes tyre se cilët do t'jenë lëvizjet tek Elbasani. Stojanovic ndërhyn me kokë. Provon aty Dros, më pas Balaj. Kemi këtë pozicion jashtë loje.
Ako që Bala e mendoj se fitoj një faul, por vinde nga pozicioni jashtë loje. Tjetër top i gabuar Elbasanit, i mungoj një det, nuk ka qartësi në momentet e sulmit. Gati Ze Gomesh. Shojmë golin, nisja e topit, e më pas zhvillimin në krësimin e dodajt. Shojmë, do të kemi lëvizjen tek Elbasani në këto momente. Do të lërë fushën e lojës. Numri 42 Qose. 42 Kristi Qose dhe futet në të lorën 20 Ze Gomesh. Shojmë këtë ndrim. Ndoshta dhe Qose nuk e priste këtë ndrim. Largimi i tij dhe aktivizimi i Ze Gomesh. Vjen kërkësimi Lilës, Jukaj kontrollon pa probleme. E dykon topin e zhvijave kufizuese. Portieri Jukaj. Shojmë me se duket një përplasje në atë moment në zonë. Portieri e dërgon topin jashtë vijave kufizuese. Tashmë janë situata me avantazhin 1-0. Vllaznia do të kërkojë gjithçka në administrimin e rezultatit për të shkuar drejt fitores, për të shkuar drejt 3 pikëve. 3 pikë që do t'i shërbenin shumë. Ky është momenti në atë përplasje me Cagen. Në të gjitha takimet që po zhvillohen, është goli i parë i shënuar nga Balaj në të gjitha sfidat. Gjithçka në 0-0, momentalisht Vllaznia në vendin e 2 në kotën e 58 pikëve dhe Elbasani në vendin e 5 në kotën e 49 pikëve. Kjo është renditja deri në këto momente. Mensa e Sala, gati, 2 lëvizje për Tomas Brdaric. Dros. Shojmë këpasi për Ibrahim Abbas. Shojmë faul në favor të skuadrës së Vllaznis. Gati lëvizjet. Nërsa këtu shojmë këtë duel mes Malës dhe Ibrahim Abbas. Të shojmë lëvizjet. Deliu, një nga lojtarët e larguar. Të shojmë Bala. Largohet kapiteni, autori golit në vendin e tij Mensa. Ka një irritim mes tifozërisë Elbasanit dhe Bekim Balajt. Deliu i lë vendin Salës në lëvizjen tjetër. E kursen edhe Deliu për shkak kartonit verë, ndërkohë që mundohen tek kampi i Vllaznis të qetësojnë Bekim Balën, autorin e golit. Shojmë këtë ndërhyrje Thiagos.
Yasin Hakaj, Mala pas Stojanovic me këtë top drejt zonës kundërshtare, kontrollon Totoshi, e lë për kapitenin Bruno Lulaj. Lulaj avancon përpara, gjithnjë Bruno Lulaj. Low killi Hakaj. Sërish low killi Dros. Lulaj brapa tek Totoshi. Ibrahim Abbas. Lulaj. Zek Gomes. Ibrahim Abbas edhe njërë tjetër. Shohim, avancon vet Ibrahim Abbas. Ender, Yun Sala aty, arëmbet topin, pa faul. Mala në duelin me low killin. Lulaj. Dros. Hakaj në për low killin. Cake Ibrahim Abbas, Zek Gomes. Kërkon mbështetjen e qenë tek Bledar Lila. Gjithnjë Lila. Sërish Zek Gomes. Edhe një tjetër për Lilën. Cake është i lirë, vjen krosimi. Ergon Stojanovic. Më pas Ibrahim Abbas, Dros. Hakaj. Nuk shkon në një top të low killi, ka pojnë dhe Shkodranët. Dros, vion betet për para Elbasani. Sërish Dros. Cake me forcë për vënd të mbaj, ka faul, e shkakton Njago. Goditje lirë, një pozicion i favorshëm për të goditur kuadratin e portës nga skuadra Elbasanit. No foul, against present, Shojmë çfarë do sjell ky moment. Dros, Lila dhe Cake pranë topit. Në pozicionin e kësaj goditje të lirë është më i favorizuar Cake me të majtën e tij, gjithsesi Dros që ndron pranë. Shojmë do të provoj sulmuesi apo mes Shushori. Prit sinjalizimi i Cjapit. Vjen Niset Dros e djatha mbi kuadratin e portës e Christian Dros. Shpërdorohet kjo mundësi nga skuadra Elbasanit. Jukaj në rivënien fundore. Nuk nxitohet portieri. Kërkoj që minutat kalojnë, ndjekim edhe njerë të djathën e Christian Dros. Gjatë për para, Mala për Mesa, ftohet Qato. Qojmë Hakaj pranë tij, Qato brenda zonës, provon kërësimin, mbyllet. Edhe një tjetër kliti Qato, vjen kërësimi, Mesa. Nuk arrin të godas, nuk gjeti koordinimin. Alfred Mesa, ndërkohë që Lila me një për Dros. Shty vet Drosën, ndjek Mesa. Cake. Nuk e merr si duhet topin. Krymi e Sala fitojnë topin të Shkodranët. Sala provon të organizohet Vllaznia. Ky pasim drejt Jagos. Dueli me Lilën vendoset më mirë mbrojtësi e Elbasanit. Olberkis. Edhe një tjetër Dros, Lila, sërish Olberkis për Bledar Lilën. Dros kërkohet Cake, i vëmendshëm Serjan Repaj. Low killi. Brava për Hakajn. Lulaj. Sërish të Olberkis. Topi gjatë për para. Rrin me koka ty Stojanovic. Jago.
Vion tjetë e lecueshme loja Elbasanit, Vllaznia e vendosur mirë, nuk lë hapësira. Qato, tako shojmë Dodaj ka kaluar në krahun e djathtë sulmit, mbështet Kurishta. Dodaj për Kurishtën. Krymi, avancon vetë Krymi, Dodaj. Kemi këtë faul. Shojmë Ivan Gvozdenovic, gati ty vetë në fush. Kërkohet me njerë Jonathan Lajthia. Është stacioni fundit I ndrimeve. Të shojmë se çfarë do të vendosë në këto momente Ivan Gvozdenovic. Shojmë tu Malen e mban brenda vjeve kryqësuese, gjithje Mala brapa për Kurishtën. Ako që Bylisi ka kaluar në avantazh për ballë Partizanit. Një lajm që deri diku lidhet edhe me këtë sfidë, duke ditur duelin mes Elbasanit dhe Partizanit për një vend në Final Four. Ako që këtu Zek Gomesh gabon atë pasim. Lulaj provon ta ul topin, gjithë Lulaj. Abbas, Lulaj sërish. Dros. Mbështet Lila në krahun e djathtë, gjithashtu dhe Joel Doku për të pasimi. Sërish për Lilaj, në të shojnë brenda zonës Lilaj. Gabon gjithçka, bledar Lilaj. I kishte të gjitha mundësit për të shërbyer, për të kryesuar në mënyrën e dur, por gaboi. Mbrojtësi krahut të djathtë shfaqet sërish në fundore, por shërbimi nuk është I duri. Në vendin fundore për portierin Njukaj. Mensa, brapa pasimi Dodaj. Gjithnjë është Mala I spasuar ai në linjën e majtë sulmit pas aktivizimit të Mensa. Ka ndryshuar dhe krahët e sulmit, të njëjtit lojtar që nisën formacionin për tashmë të zhvendosur Dodaj në djathtë dhe Malaj në krahun e majtë. Ky pasim për Doku ndër Stojanovic, Jago largon. Kërkojnë faull tek Elbasani, vion lojën gjyqtari. Dros, Hakaj, edhe njërë tjetër mbrapa topi për Christian Dros. Shkurtimisht Ibrahim Abbas, Lulaj, gati Gjoni dhe Lajthia, dy lëvizjet e teknikut Ivan Gvozdenovic. Të shojmë, do të luaj dy kartat e fundit. Të shojmë se çfarë do të përgjigje do të marrë nga loja e dyshes tekniku Ivan Gvozdenovic. Dros, Hakaj, provojët kryesimi, Cake, nuk e merr si duhet. Kërkon faull, vion lojën në duelin me Repaj. Lokili, kryesim Cake. Gjithë Cake, provon të rifitoj topin. Sala aty, lufton dhe gjen Qaton. Ky pasim kryer ndërhyrja e Olbergës, gjithçka në rregull. Doku. Jago ka faull. Proteston me të gjithë gjuhën e trupit. Thomas Brdaric nuk është as pak dakord për atë faull. Dhe shojmë Cjapin që shkon për të tërhequr vëmendjen. Doku dhe Cagel në fushën e lojës. Lajthia dhe Gjoni në vendin e tyre. Minuta 79 minuta
Karton të verdh dëshmohet Tomas Bërtaric. Lokili në këtë goditje të lirë. Vjen krosimi. Kemi një faull në sulm, goditje lirë për skuadrën e Vllaznis. Vjen të protestoj Tomas Bërtaric pikërisht për atë faull. Gati Çoba. Do të jetë lëvizje e radhës e shkodranëve. Ndërkohë që Jukaj në këtë goditje të lirë. Topi gjati Jukaj. Mensa e ka prekur me dorë. Ndërkohë që Çoba bëhet gati. Shoj Mala lë fushën e lojës. Edhe një tjetër Dodaj do të qëndroj në linjën e djathtë me Çobën që vjon në linjën e majtë. Tashmë merr masa nga e majta për të përforcuar linjën, ndërkohë dhe Dodaj lë fushën e lojës. Gruda në vendin e tij. Një sekond, mos e nis lojën. Duhet presim, thot Ciapi, diçka ka komunikuar me Klodian Shahinin, i cili ka bërë me shenjë që loja të Bosnisë, diçka diskuton dhe me vëzhguesin dhe delegatin. Duhet presim, bën me shenjë Ciapi, të shohim çfarë arsye ka për këtë moment, për këtë ndalesë të lojës. Është diçka e cila i është kërkuar pikërisht nga gjyqtari i 4 Klodian Shahini. Afrohet dhe drejtori sportiv i Elbasanit Guranjaku. Shohim ka një problem me sa duket me stafin e Vllaznis, ndoshta në momentin e ndrimeve diçka nuk ka shkuar. Në protokoll Çoba shohim që nuk është shënuar dhe është në fushën e lojës. Të shohim nëse ky është një problem i cili vjen nga një pakujdesi apo nuk do të jetë shënuar që në protokollin fillestar edhe atë të gjyqtarëve, ndërkohë edhe në aplikacionin e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku gjithçka është në kohë reale, Çoba nuk figuron të jetë në protokollin e ndeshjes. Nuk figuron të jetë në protokollin e ndeshjes dhe me sa duket vëzhguesi dhe delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit kanë bërë një verifikim përsa i përket protokollit zyrtar, protokollit i cili është dorëzuar me firmë nga ana e drejtuesve të klubeve, ku gjithçka plotësohet nga vetë klubet përveç asaj në mënyrë elektronike. Është dhe një protokoll i cili plotësohet me dorë për lojtarët të cilët janë në fushën e lojës, për lojtarët e stolit të rezervave, gjithashtu edhe për zyrtarët e klubeve respektiv. Shohim vjen diskutimi, ende nuk është dhënë
Një okej nga ana e Shahinit dhe vëzhguesit dhe delegatës shqiptar dhe delegatit Federatës Shqiptare të Futbollit për këtë moment. Shohim nëse do të rinisë gjithçka në këto momente apo jo. Është një situatë e paqartë. Me sa duket gjithçka është sqaruar në protokollin e plotësuar nga vetë klubet. Çoba ka qenë i shënuar në stolin e rezervave për skuadrën e Vllaznisë dhe pas verifikimeve të bëra tashmë ndeshja rinisi. Dros. Lejthia. Topi mbrapa te Golberkis. 0-1 rezultati ka vendosur deri në këto momente sfidën. Goli i Bekim Balajt në minutën e 47. Kapiteni Lulaj, qëndron e të regjur Vllaznia, Ibrahim Abbas. Kristian Dros, mbështet Lila, provohet krosimi, Joel Doku, mbrapa Low Kili, Joel Doku edhe një tjetër. Sërish Low Kili, vjen kjo goditje, topi që devijohet. E më pas shkon jashtë vijave kufizuese në goditje nga këndi. Ka një parë për Lejthin. Konte pasim nga shokët e skuadrës. Këko shojmë dhe tifozerin. Hakaj. Në këtë goditje nga këndi. Vjen krosimi Hakajt, largon aty, Qato, Dros, edhe një tjetër Elbasani. Sërisht Dros, pritet arkimi i tij, vjen Kristian Dros, Gjoni! 1-1, barazohen shifrat, shënon Amarito Gjoni, e 80 minut, vjen para spesha në Elbasan Arena, me lojtarin Amarito Gjoni. I kanë mjaftuar pak minuta për të sjellë entuziazmin dhe festën. Më në fund, qen rrugën e rjetës. Amarito Gjoni. Minuta 80 dhe shifrat barazohen. Goli parë pas 29 javësh aktivizim për Amarito Gjonin. Sjell entuziazëm me këtë gol të realizuar. Shohim edhe një herë tjetër rrugën e rjetës nga ana e Gjonit në krosimin e Dros. Rinis nga qendra loja, tashmë gjithçka e parapartë. Të shohim kartoni verdh për Gjonin. Në këtë momente është ndërhyrja e tij ndaj Kurishtës dhe nuk e fal. Gol dhe kartoni verdh për Gjonin për shkak të asaj ndërhyrje ndaj Kurishtës brenda pak minutash. 1-1 rezultati, të shohim se si do të jenë minutat vijim, do të kemi dhe minuta shtesë për shkak të ndalesës të lojës. Ndërkohë që 1-0 kryeson Laçi ndaj Dinamos, shohim të goditjet të Çobës. Shkon jashtë. Teuta kryeson ndaj Dinamos 1-0. Goli Beshirajt. Shohim tu Qaton, Hakaj, ja rëmben topin. E vetmja sfidë që nuk është shënuar është Ignatias Skënderbeu, 0-0. Ko këtu Stojanovic.
protestat e Tomas Brdaric. Hakaj në rivënie me duar. Edhe një tjetër Gjoni ndërhyn Stojanovic, tjetër rivënie me duar për skuadrën e Elbasanit. Low kili Se Gomes, low kili sërish. Edhe një tjetër shkon topi mbrapa, Bruno Lula e kontrollon. Olperkis. Dros. Që Christian Dros avancon ai, Lila. Ibrahim Abbas kontrollojnë topin dhe qarkullojnë lojtarët vendas. Avancon vet Lilaj. Ka këtë krosim për Gjonin, largon Stojanovic. Më pas Gruda jashtë vijave kuvisuese në rifënie me duar, nxiton low kili. Se Gomes, Hakaj, Ibrahim Abbas, sërish low kili. Edhe një tjetër Hakaj. Brapa tek Lulaj, shohim me gjithë vllaznia e tërhequr. Olperkis provon të avancoj vet. Kërkohet Se Gomes, Doriu Stojanovic. Se Gomes! Ajo vole pa koordinatat e duhura nga ana e Se Gomes. Plani parë për portugezin. Rivënie fundore për Jukajn, edhe një tjetër Elbasani. Kjo është momenti kur edhe VAR ka konfirmuar pozicionin e rregullt të Gjonit në momentin e golit. Hakaj, low kili. Kjo ndërhyrje e kurishtës e ashpër do të shoqërohet me kartonin e verdhë dhe kjo ndërhyrje për kapitenin e shkodranëve pas daljes së Bekim Balajt. Shohim edhe një tjetër ndërhyrje në këmbët e kundërshtarit nga ana e kurishtës dhe kartoni verdh për të. Moment ndalese për të dhënë ndihmën low killin nga stafi miksor i skuadrës së Elbasanit. Trajnerët shfrytëzojnë për të dhënë udhëzime për lojtarët. Të shohim nëse low killi do të jetë në gjendje për të vijuar. Mbetet në fush Gati Bajrami. Do të marrë masa me njerë në prapa vit Tomas Brdaric. Do të kërkoj të ruaj me fanatizëm këtë pikë, duke parë dhe rezultatin në Laç mes Laçit dhe Dinamos. Olperkis. Çoba. Të shohim lëvizjen. Do të lërë fushën e lojës Qato dhe në vendin e tij Bajrami. Tjetër 0-0 skuadra e Vllaznisë fundet në fushën e lojës numër 16 Lenos Bajrami. Jako Rynol Perkis, pas Lehthia, Ibrahim Abbas, Se Gomes. Ka faul, goditje e lirë për skuadrën e Elbasanit. Provojnë nxitojnë edhe njerë vendasit. Christian Dros.
Ibrahim Abbas. Ky top drejt e Stin Hakaj. Low Kili. Shumë larg repartit ofensiv Low Kili. Vjojnë qarkullimin e topit tek Elbasani. Edhe njërë Low Kili, Ibrahim Abbas. Ndërkohë që renditja aktuale, Ignatja 59 pikë, 56 Vllaznia, Dinamo 55, Elbasani 50. Në vendin e 4 për momentin skuadra Elbasani me Partizanin që ka zbritur i pesti, pasi është duke humbur përballjen në aty shluçja përballë Bylisit. Teuta 41 pikë, Bylisi 39 vendi 7, Skënderbeu 38 dhe momentalisht një kategori më poshtë janë Tirana dhe Laçi. Ndërkohë këtu shohim nervozizmin e Mensas me Olberkis. Shohim nervozizmin mes të dyve. Dros, edhe një tjetër topi për Bruno Lulaj. Hakaj. Topi gjatë Regjonit. Ryn Stojanovic, Zegomesh. Në duelin me Salën. Ka fal të Zjapi. Nuk është dakord Zegomesh. Për atë fal tjetër ndalesë e lojës. Shohim edhe një tjetër. Sala Zegomesh, dueli. Vjen tjetër shtrin të fush Sala. Vjen Sala tjetër shtrirë. Ndeshje e mërzitshme në pjesën më të madhe të saj, me fallet, ndërprerjet. Shohim edhe njerë goditjen me kokë të Gjonit. Dhe golin e parazimit për skuadrën e Elbasanit. 7 minuta shtes, do t'janë në këtë treja strukturën e ndeshjes. 7 minuta të mbetura në vijim të kësaj sfide. Sërish të ndalesë e lojës, një tjetër dëmtim. Shohim edhe njërë tjetër. Olberkis në dueli me Mensa. Grihet që në mbrojtësi. Do të rinisë në rivënie me duar topi. Shohim do tjetë Jago. Vonon Jago në kryen e rivënies me duar. Mensa provon ta kthehet tek Jago, i takon Elbasanit tashmë rivënia me duar. Për kapitenin Bruno Lulaj topi. Ryn në Sala me kokë. Totoshi. Vjen kontrollin e topit Totoshi. Bruno Lulaj. Dros drejt Lajthis në duelin me Jagon. Lajthia. Shohim rivënie fundore.
Ka nisur shtesa në të gjithë stadiumet, luhen në çastet e fundit. Interesant është të dashur miq për të parë se si do t'jetë renditja. Aktualisht Vllaznia është e dyta dhe Elbasani është i katërti. Të dyja skuadrat janë në Final Four. Ndërkohë i kërkohet edhe një herë tjetër portierit të Jukajt të nxitoj. Tirana në vendin e 9, Laçi në vendin e 10. Dy skuadrat që nëse do të përfundonte kështu kampionati do të zbrisin një kategori më poshtë dhe Skënderbeu do të ishte në play-out. Lokili. Ky pasim për Gjonin, çojmë në duelin me Repa, Gjoni avancon gjithnjë Gjoni brenda zonës, vjen ky pasim, mbyllin lojtarët e Vllaznisë. Jashtë vijeve kufizuese shkon topi. Rivënë me duar për Elbasanin. Ka përfunduar Eknatja Skënderbeu 0-0. Takimi i parë që është mbyllur. Ndërkohë që Dros pason për Lilën. Provon zhvendoset drejt qendrës Lila, gjen Ibrahim Abbas. Lokili. Lulaj. Olberkis. Lajthia, Dros. Lokili. Ndërkohë ka përfunduar një tjetër përballje. Tirana Teuta 0-1 në arenën kombëtare, është mbyllur një tjetër sfidë. Tashmë luhet minuta e 5. Lila provon të kaloj, edhe një tjetër Lila. Zekomesh. Dros, sërish Zekomesh, edhe një tjetër Dros. Shohim ka një top të prekur nga Naciapi dhe normalisht do të kërkohet edhe një topi për skuadrën e Elbasanit. Dros, Lokili, Lulaj, Doku, Dros, Lajthia. Kemi këtë faul. Shojmë edhe një tjetër, kjo është momenti i këtij fauli. Kujtojmë pas përfundimit të sfidës në Supergol do të jemi me intervistat. Çoba. Ndërkohë kanë përfunduar takimet e tjera dhe tashmë me këtë rezultat Vllaznia është e dyta dhe Elbasani është i katërti. Pritet nga të dyja skuadra ndoshta vetëm përfundimi i kësaj sfide dhe duket se skuadra do të ishin të kënaqura me këtë barazim pasi arritën të pozicionoheshin, të fitonin vende pas përfundimit të javës së 35. Vllaznia të merrte vendin e dytë, çka do të thoshte shumë për Kuqe Blut në Final Four, ndërkohë për skuadrën e Elbasanit vjen tashmë zona Final Four me vendin e 4 gjithmonë. Nëse ky takim do të mbyllet në barazim pasi ka ende sekonda për të zhvilluar të dy stolet në këmbë, duket se të gjithë janë në fest.
duket se të gjithë janë të kënaqur në këtë përballje me këtë rezultat që pritet të mbyllet, edhe pse gjithçka do të vendoset në fund. Përfundon gjithçka dhe festohet në të dy krahët, si për Elbasanin ashtu edhe për Vllaznin, në një sfidë të parapartë në shifra, por në fushën e lojës të paktën deri në minutat e fundit ishte një luftë dhe u duk se skuadrat mbetën të kënaqura, nuk rrezikuan në kohën shtesë, duke parë rezultatet e takimeve tjera. Tashmë mbyllet me golat e Pekin Balajt dhe Amarildo Gjonit 1-1 kjo sfidë e katërta mes skuadrave në kampionat, e gjashta duke llogaritur edhe përballjen e çemirëfinales së Kupës. Vendi i dytë për Vllaznin, 56 pikë Shkodranët, 50 pikë për skuadrën e Elbasanit, Bajsa ka dhe Partizani, por tashmë me ndeshjen direkte skuadra verdhe blu do të udhtojë drejt kryeqytetit në një takim të 3-3 me Partizanin për garancinë dhe atë që do të thotë zona Final Four për të dyja skuadrat. Miq, ishte gjithçka nga kjo përballje bashkë, do të dëgjohemi në transmetimet e tjera, ndërkohë me super gol me intervistat. Amarildo!